mësues, nxënës, prindër dhe miq të shkollës. Mirë se erdhët në këtë veprimtari kushtuar muajit të letërsisë. Sot, fjala e shkruar dhe fjala e folur bëhen një me emocionet tona. Libri është miku më i mirë që na shoqëron në çdo kohë, na këshillon pa bërë moral, na argëton pa në lodhur dhe na mëson pa na imponuar. Ne të hapim këtë udhtim përmes vargjeve, melodisë dhe vërsimit, me shpresë se secili prej nesh do ta shohë librin me një sy më të dashur e më të kujdesshëm. Letërsia është një mozaik, ku çdo autor vendos ngjyrën dhe burin e vet. Nga ajo trashëgimi, sot do të sillen disa zëra të paharuar. Tritëro Avolli, njeriu që i foli jetës së thjeshtë, tokës, punës dhe libri si një shok të ngushtë. Gjergj Fishta, poeti i lahutës, që i dha shqipërisë një epos kombëtar dhe një himn lirie. Ismail Kadare, i cili e bëri fjalën shqiptare të dëgjohet në botë, duke na kujtuar se shkrimtari është edhe zë i kombit. Migjeli, riu i vrrullshëm që i dha zëndjen sociale dhe revoltës njerëzore, duke na bërë të mendojmë për drejtësinë dhe barazinë. Të gjitha këto zëra bashkohen sot në skenë përmes recitimeve të nxënësve tanë, që do të sjellin coposa të pavdekshme nga krimtaria e tyre, ne t'i duar të kase me dashuri. Kafshan që s'ka për dijet, ashtë për vlla njerimi. Kafshan që të mbet fyt dhe të zot rishtimi. Ku sheftyrat beta dhe sytje shita, që qikaj si hije dhe shtrim dur të mpita. Dhe ashtu shtrime mbrapa dejen besin, të ta njëtën e vet dhe sa vdesin. E pita në ri, si që se ndik, therin qilën, kryqet i minaret e ngurta, po fetën dhe shetën ku sheta që ngjyrta shkëqen. E njerimi mirëfilli ndihet rraftim. Njerimi e ka punën e vetë shumtueme, ashtë e veritshme, e keqe, e turpshme, balli që e ka, syt që e shprehin, buzët që në kohë ndojnë të mshefin, janë fëmijë e padijes, e flitë për buzjet, të mbetur në amiflishta dhe të përqarë të rezës, ku me cilën hapi darkën, një qenë pa mëshirshëm, me barkë shikullor, gjithmonë i panishëm. Njerimi s'ka fat, por ka vetëm zhele funde maj, flamujt e një shprese, shkym e qoftume më dalë besë. Vajta në Istanbul për të bërë pazar. Për kujtim të bjegë vazë pajde. Pajde dhe selam, usta poqar. Vazë më të mirë po bate. Pajde dhe selam, usta poqar. Vazër nga dora shkava e ra, dhe më bë 25 sot. Më erë dhe rotu deti Marmara, dhe më hap të sharë të më si grovë. Më erë dhe rotu deti Marmara. Pa më shalë poqar e keshtu shisht. Unë e shala shqip, e me në tirash. Për që di, poqari nuk o lesh. Veç të lotë më si dhe për shqipash. Për që di, poqari nuk o lesh. Mos në qënë këtë ruk, ky musliman, unë e shaja i me duar në qafë. Po që tjetër morën të shafë dhe më thamë më shaj për besë, bravo. Shërëti u së unë, jam shqiptarë, shqip vëlla, ti shafë dhe njëherë. Fjalla shqipe, s'vjen pazar, në dysham ka vjeqës të tjerë. Fjalla shqipe, s'vjen pazar. Ikë në dysham në bura e gra, unë e një poqar e ti të s'ishte. Vazët frymë të deti Marmara, vazëve poqar shqipu fliste. Vazët në bushme të deti Marmara. Bravo. Adheu është toka ku kam hedhur hapat e parë, ku fjala në nuk bë këngë në buzë, ku qielli më pate qeshja i vogël, e dielli më mësojnë rëndësinë e dashurisë. Adheu është guri kurash e murita, uji që piva në përua, zëri kambanës që më zgjonte në mëngjes, era që më përkëdhelte flokët. Adheu është dhembja ku largohen, malli që më vjen në çdo vend, është gjua që më buron vetil në gojë, si kënga më e lashtë e shpirtit tim. Adheu nuk është vetëm një emër, por një zemër që rret në çdo bir të tij. Pasioni për artin e ka shoqëruar që të vogël, timput e kitares shprehin botën e tij. Ftoj Noelin me një pjesë me kitare.
klasë me gjuhën e artit. Nxënësit e klasës së 8 do të sjellin kërcimin librit miku im më i mirë. Përmes lëvizjeve do të kuptojmë se libri nuk është thjesht një objekt në radhë, por një dritare që hap të drejt botës, një udhërfyes që na shoqëron kudo. Teksti I saj është i titulluar Vogël, një shkrimtar që na mësoi se fjala ka një fuqi të ringjallë shpresën dhe të na bëjë më njerëzor. Sot dëshmuam edhe një herë se letërsia është fytyrë, është jetë, është pjesë e identitetit tonë. Le ta marrim librin me vete çdo ditë, jo vetëm në këtë muaj, por gjatë gjithë kuptimit tonë. Ju ftoj të bashkoheni me këngën kur të jesh mërzitur shumë, kënduar nga Vesa Tapiame.
si dikur me ma do qeshësh, si një deri pas